Presioni për rezultate. Përgjegjësia, rritet gjitha. Qëllo, ne ishim përgatitur goxha mirë të drejtën për këtë turne, pavarësisht se ishte hera parë që ne po merrshim pjesë në një turne kaq madhor. Dhe ndoshta mungesa eksperiencës, ajo mos dije shumë gjonave, ato hilet që nuk i dishim në atë kohë, ishim shumë drejt, do thonë doshim me lujt. Dhe deri në minutë fundit 0-0 me Portugalin, patëm rast të shtyll dhe prit portieri shumë i mirë. 2 pjesë nga 20 minuta. 2 pjesë nga 20 minuta. Deri nesha 1-0 në sekond fundit. Sekond fundit nga pakujdesia ta thash është mos eksperjenca. Unë asaj neshje ja vej fajin ke mos neshjen e dytë me Moldavin. E para ishte që kur marrën neshjen me Portugalin, patëm një pritje nga tifozët që mos u mërzisni, ishit shumë të mirë, se realisht lujtëm shumë mirë atë neshje. Një që me Moldavin, vërdap 1-0, i bëm gol Moldavis, prap, ai makthi sekondave të funit, prap, mos eksperienca, portieri Moldavis del jashtë dhe futet lojtar. Në më thënë, del portieri dhe futet lojtar dhe këto bëhen me 6, që lejohet, por në atë kohë e kishim i qika të pikpyetjen. Pra, me që se janë duke unë mund të apo, ishtë portieri. Ky vesh një bluzë të kuqe, ndryshe nga bluza verdhe Moldavis, dhe çunat tashi ajo është do të ndjekësh çdo lojtar 1-1, është për markim 1-1. Dhe çunat si duket pa bluzë të kuqe, ngatruan me bluzën portokalli, Talbiti dhe e lan atë me i cep aty, kupton? Ai mori topin në barazim sekond fund 1-1. Edhe ajo na i preu krah, po prap patëm suportin e tifozëve patjetër që na suportuan. Dolëm 0-0, arritëm të kualifikoheshim për raundin e 16 më të mirave. Aty na priti ekipi Ukrainës, si në atë vit doli në finale. Në drejtën, pësum 2 gola, 2-0 shpejt, shkum 2-1 dhe mund të kenë qenë 10 minutat më të këqija që Ukraina ka kalu në kampionat botëror. Sepse i majtëm ke porta dhe mund të kemi humbë mbi 5-6 raste që merite portierit aty në dhe dhe fat në herë, se kur bje Tomi Shtyllë, s'ke që i bo. 2-1 dojtë? Në fund fare, 3-1, boni se këshim dalë të në tumë dhe ne këtë me dalë me 6, edhe botërorin